konsenzus për politikë të jashtme, kujtohet, konsenzus për siguri, konsenzus për reforma në arsim, konsenzus për energetik, mund të gjani vitet e asaj kohës. Konsenzusi është një formë shumë e lartë të bashkëpunimit politik. Po, do të thotë, krejt na këtë hapësinë më marrë vesh për një temë caktuar është niveli kultura më e lartë politike. Po ajo se çka është praktik ditore është që partitë politike duhet tulen, bëjnë marrëveshje në skenën tonë politike, të gjejnë zgjidhje përmes kompromisit. Dhe për atë unë mendoj që kësaj here nëse Zoti Kurti ka dashur që ta imponon vulletin e tij politik. A do të thotë që keni rënë grackën e tij dhe ka fituar, se tek e fundit kjo strategji politike për te aso si është perceptoni? Jo, s'kemi mujt na të bëjmë më shumë, do të thotë krijimi i institucioneve ka kaluar nga partia e parë politike në Kosovë, do të thotë ai ka pas legitimitet, ai ka qenë subjekti i parë politik në vend dhe PDK-ja ka qenë një subjekti i parë politik, si mujt me bë qeveri. Pa PDK, një ka qenë LDK-ja. Në sistemin tonë politik, ai cili e merr, se më thonë, shumicën e votave që ka drejtë me propozu kryetarin e kuvendit, që ka drejtë me dha mandatarin për herë të parë, ndoshta edhe sipas rrethana për herë të dytë, i preshton të tjetë. Se më thonë, krijimi i institucioneve ka kalu ka dera e vetëvendosjes, po vetëvendosja nuk ka pas vullnet. Dhe tash në situatën politike në cilën ne jemi, ne duhet me çdo kusht që ta bindmin qytetarët dhe unë kërkoj për qytetarët dhe lutë qytetarët që ata kësa hire ta bëjnë ndryshimin. Ta bëjnë ndryshimin, ta mbështesin me votë Partinë Demokratike të Kosovës, të japëm drejtim dhe orientim vendit, të bashkëpunojmë me subjekte tjera politike dhe mos ta kemi një situatë e cila e ka tejkalu imagjinatën time politike, si dikush i cili ka negocu bashkë me disa kolegë tjerë në procesin atisarit, pas 20 e sa vitësh, unë të shkojnë në kuvend të Kosovës një vjet të plot dhe ta shoh një dramë banale, një improvizim banal, se si nuk mund të krijohen. S'ke imagjinu vërtet profesor në situatë të tillë, për mene negociatat për raportin atisarit që ka qenë kozaj vështirë. Që ka rezultu me pavarësinë e venit. Do thotë, unë s'ka mendu që ne më rrim në 2025, nëse dikush do të më pyeste mu në nëntorin e 2005, kur janë shpall parimet e grupit kontaktit, që ky vend mund të lëviz drejt pavarësisë dhe do t'jetë i pavarur, kujtohet, ato 45 parimet, që dikush mu më thotë 2025, që ne kemi një situatë politike që subjekti pari cili ka mënyrë demokratike, cili ka mbështetjen e popullit, e blokon krijimin e institucioneve. Çka ndodhi profesor? A ki narrativ 24 vjet brenda atij kuvendit, me gjithë sfidat me cilat ballafaqohemi, me gjithë përgjegjësitë shtetërore që ke pas. Çka ndodhi pse kemi ardhur deri këtu? Ju thatë ka pas një konsensus nëse diçka ka pas polarizim më të madh politik pas luftës ka qenë pikërisht PDK LDK. Edhe në momentet caktuar u gjet konsensusi për tema të mëdha, për një tema ka rezultuar në koalicion. A ki përgjigje, çka ndodhi? Çu ardhëm deri këtu? Se thatë nuk më besu. Unë mendoj që ka të bëjë me diskursi fjalori, kultura politike apo ideologjia? Mendoj që përpjekja e zotit Kurti ka pas bëjë me një qëllim. Qëllimi i tij është që ta përmbys rendin politik të kushtetues. Kur thonim për përmbys rendin politik të kushtetues, ka të Republika e Tretë, ato çka folet apo më tregon mazënësisht çka do të përpjekja e tij është me qëndru mbi institucionet, mbi rregullat, mbi ligjet, mbi parimet, mbi kushtetutën. Për atë kanë shkel kushtetutën disa herë. Kujtohet, Fatmir Sediu si president ka ndodhur që ka pas pozitën e kryetarit partisë dhe presidentit vendit ka dorëheqë. Ka pas kryeministra, ka pas president që kanë dhënë dorëheqje. Ne kemi pas një vit të tanë që është shkel kushtetuta çdo javë në kuvend të Kosovës. Unë kam qenë për 4 mandata antar i qeverisë. Jam zgjedhur për 8 herë deputet. Dhe unë si njeri i cili ka pas pozitën edhe të ministrit, edhe të deputetit, është dash në ditën ku jam bërë deputet, vendosi a jes deputet, a jes ministër. Unë s'kam menuar një situatë që kryeministri i cili është deputeti në listën prijëse të partisë që ka fituar zgjedhjet, shkon në qeveri në orën 11, merr vendimin e qeveri, vjen në kuvend, ulet si deputet, del foltorët kuvendit, fol si kryeministër për një vit të plot. Dhe pjesa më absurde është mohan zgjedhjet me 28
dhjetor, sigur që zoti Kurti do t'jetë përsëri deputet, se qytetarët do t'japin votën për me qenë deputet, dhe ato mund të sheh përsëri me 29 30 dhjetor, duke ushtru pozitën e kryeministit të mandatit. Para 2 mandateve i vjen, profesor. Po thu që prap do të vazhdoj zoti Kurti edhe pas me 30 dhjetorin. Jo, do të derisa të formohet qeveria e re. S'jam të folë për, po derisa të formohet qeveria e re, është absurde, do të thotë marrën zgjedhjet përsëri dhe ta ki dikan i cili përfaqëson jo qeverin e cila është tash, po qeverin e legislaturës tjetër, dhe të thotë që edhe Matutju kjo është edhe kryeministër edhe deputet. Profesor, e kom edhe një video, para se me shku të video me spec, e kom edhe disa pyetje me spec me njerë mas videos. Para se me shku të kjo, po du me bo një krasim. Ju më kanë piltarër mandoj, po më bo 19 vjetë si djallë shumë i ri, ku më një pjesë e medjave, bashkë më thume zhjët politikantë e këti venit, ku më sjeni thari me madhe listave të hapra, se ku besojmë vlera demokracisë. Ta shikon dilemat e mija. Profesor, 24 vjetë, nëse bojmë një